Në orët e fundit të vitit 2025, kryebashkiakja e Lushnjës zonja Eriselda Sefa zhvilloi një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon me gazetarin Ndriçim Gjoshi, ku bëri një përmbledhje të arritjeve të këtij viti dhe shpalosi vizionin për vitin 2026. Në intervistë, zonja Sefa theksoi projektet e përfunduara në infrastrukturë, rikonstruksionin e rrugëve, investimet në çerdhe dhe e kopshte, si dhe përkujdesjen për shtresat në nevojë. Ajo nënvizoi se buxheti i sapo miratuar për vitin 2026 është ndërtuar mbi prioritetet reale të qytetarëve. Në fokus për vitin e ardhshëm do të jenë zhvillimi i mëtejshëm i qytetit dhe njësive administrative, fuqizimi i gruas dhe të rinjve, përmirësimi i jetës kulturore e sportive, si dhe modernizimi i shërbimeve bashkiake. Lushnja po ecën përpara çdo ditë me punë të përditshme dhe përkushtim për qytetarët, u shpreh kryebashkiakja, duke uruar që viti 2026 të sjellë më shumë mundësi, mirëqenie dhe zhvillim për të gjithë. Kryebashkiakja Eriselda Sefa është vlerësuar për stilin e saj të drejtimit me fokus në transparencë, efikasitet dhe përfshirje qytetare. Gjatë vitit 2025, puna e saj është reflektuar në transformimin e infrastrukturës urbane dhe rurale, projektet sociale për familjet në nevojë, investimet në arsim, kulturë dhe në rikthimin e hapësirave publike për komunitetin. Me një qasje praktike dhe vizion të qartë, ajo ka treguar se bashkia mund të jetë një institucion i afërt dhe në shërbim të njerëzve.